Në një intervistë për Zërin e Amerikës, muftiu i qarkut të Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, thotë se ngjarjet e fundit në Irak, Siri dhe vende të tjera në konflikt diktojnë nevojën për një ndërhyrje të forcave të vullnetit të mirë për rikthimin e paqes. Muftiu Sytari tha se është e dështuar çdo përpjekje për të futur tek shqiptarët një frymë radikale për Islamin. Me muftiun e qarkut të Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, bisedoi korrespondenti i Zërit të Amerikës Plumsula. Zoti mufti i qarkut të Shkodrës, zhvillimet e fundit në Siri, Irak dhe në vendet tjera në konflikt në lindjen e mesme kanë ngritur shqetësimin e opinionit mbar kombëtar, por edhe atij ndërkombëtar. Ju jeni një nga ato klerik shqiptar që keni studiuar në Damas të Sirisë dhe i përkitni shkollës së thirrjes islame. Si e vlerësoni situatën që po zhvillohet atje? Është e vërtetë se ndodhjet e fundit në botën arabe, në veçanti në Siri edhe në Irak së fundmi, janë një tronditje e madhe për mbar opinionin botëror, por edhe për të gjithë muslimanët e botës. Kriza apo ndodhjet e Sirisë kanë 3 vite që kanë angazhuar opinionin botëror. Dhunë pafund, vrasje, gjakderdhje, shkatrim, prishje e sigurisë, e botës shpirtërore, botës materiale, ekonomisë, e kulturës, në shumë drejtime, dhe kjo normalisht që nuk na gëzon. Është një dhimbje e madhe, duke pas parasysh edhe faktin se Siria, Iraku janë një zonë ku sillen qytetërimet e vjetra, civilizimet e botës, mijëra vjeçare. Ne shohim se si dita ditës po percipiton situata, sidomos në Siri, nga një kërkesë në një realitet, nga një zhvillim në një tjetër, dhe dur të ndryshme po përzihen dhe nuk po mendohet dhe nuk po kuptohet ma se çfarë po ndodh në Siri. Prisnim apo bota priste ndryshimin e regjimit, tashma vëmendja është largu nga ndryshimi i regjimit në një realitet tjetër ku ka tendenca për vllavrasje, për coptim, për një sprovë dhe një përçarje të frikshme në mesin e sirianëve, edhe në zonën përreth Sirisë. Ndërkohë që ne jemi dëshmitar të një fryme qytetërimi, civilizimi, bashkëpunimi, harmonie, bashkëjetese në mesin e feve, në mesin e sekteve, në mesin e etniteteve të ndryshme në zonën e Sirisë. Dëshira e vullneti jonë, lutjet tona janë që Zoti i Gjithësisë të zbresë mëshirën e Tij mbi ato vende dhe të kemi dhe të shohim sa më shpejt një paqe gjithëpërfshirëse. Mirë, po kjo kërkon normalisht ndërhyrjen ndoshta e forcave të ndryshme, vullnet mira dhe të angazhuara për të ndihmuar popullin e Sirisë dhe popullin e Irakut për të sjellë stabilitetin në ato vende. Sipas njoftimeve të shumta, në këtë konflikt janë përfshirë edhe grupe shqiptarësh nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Në të vërtetë, a kanë një motiv shqiptarët për të përfshirë në një konflikt të tillë të përgjithshëm? Unë kësaj pyetje shumë më përpara jam përgjigj se disa njerëz, ndoshta të shtyrë nga ndjenja apo besimi dhe vullneti i mirë për të kontribuar sadopak në përkrahjen e njerëzve të shtypur në padrejtësitë e shumta, mund të jenë shtypur për të shkuar dhe për të kontribuar në ato vende, edhe nga vendi jonë. Mirë, po sot, pasi kanë kaluar 3 vite, dhe sikur se thash edhe më përpara, nuk dihet më se pse njerëzit luftojnë dhe kush lufton kundër kujt. Unë mendoj se nuk ka asnjë justifikim për asnjë njeri nga jashtë Sirisë që të përfshihet në ndodhitë e Sirisë. Madje nga kontaktet e ndryshme dhe të shpeshta që ne kemi me dietarë të ndryshëm, me njerëz të kulturës, me njerëz të fesë, me njerëz të dijes në ato vende, ato kanë një lutje të përbashkët. Sa të keni mundësi, t'i bani thirrje njerëzve tuaj opinionit marrëkombëtar që mos të ketë prurje nga vendet e ndryshme, nga vendet e botës në vendin tonë, sepse u mjaftojnë problemet dhe shqetësimet që kanë. Po rezulton se prezenca e njerëzve të huaj në ndodhitë e Sirisë dhe ndodhitë e Irakut po kthehet në një bumerang, po kthehet në një pengesë, në një shqetësim edhe më të madh që pengon zgjidhjen e problemit që është në Siri dhe në Irak dhe në zonat përreth. Kohët e fundit, në Kosovë dhe në Shqipëri, ka njoftime se ka patur arrestime të personave që kanë rekrutuar luftëtar për t'i dërguar në Siri dhe në vendet e tjera në konflikt në lindjen e mesme. Në të vërtetë, sa ato përbëjnë një rrezik për radikalizimin e islamit në Shqipëri dhe në Kosovë? Unë them për herë se asnjë përpjekje dhe asnjë tendencë, sado dashakeqe që të jetë në pamje të parë,
për ta prezantuar Islamin ashtu siç nuk është një përpjekje e dështuar. Ne themi përherë se feja islame, po ti referohemi Kur'anit famlar, traditave të profetit Muhammed a.s. Qëndron mbi çdo përpjekje dështake të kujdo për ta zbritur mirësinë dhe bukurinë e Islamit në nivele jo të dëshirueshme dhe jo të pranueshme për njeriu. Kemi parasysh diçka. Në Kur'anin famlar ne urdhërohemi se kush shpëton një jetë njeriu është si të ketë shpëtuar mbar botën. Ose profeti i Zotit thotë që shkatërrimi i Qabes, pra shtëpisë së mallnueshme të Zotit, gur, është më e lehtë tek Zoti se sa derdhja e gjakut, se sa vrasja e njeriu të pafajshëm. Kësaj çdo tendencë, çdo përpjekje për ta prezantuar një grup apo një tjetër si përçarës apo tendencios për të përhapur një frymë radikale ose çfarë nuk lidhet me Islamin, është një përpjekje e dështuar. Ne normalisht nuk gëzohemi për realitetet e ditëve të fundit në Kosovë dhe në vendin tonë, por ne lutemi dhe themi për herë dhe ftojmë besimtarët që të distancohen nga çdo lloj përpjekje që ndikon sadopak në prishjen e imazhit të Islamit, por edhe në prishjen e imazhit tonë kombëtar. Interesi jon kombëtar është për të dëshmuar njerëz të pjekur, njerëz që i shërbejnë vendit të tyre, njerëz që i shërbejnë fesë të tyre, dhe nëpërmjet shërbimit ndaj fesë dhe imazhit të Islamit ne i shërbejmë më së miri edhe interesit tonë kombëtar. Interesi jon kombëtar është që Shqipëria dhe trojet tona shqiptare të interesohen për problemet e tyre, për hallet e tyre, për shqetësimet që kanë në ekonominë e tyre, në problemet me fen, shumë të tjera, dhe jo të kemi trazira ose shqetësime që na largojnë vëmendjen nga interesat kapitale të vendit tonë. Faleminderit Imam Setari. Faleminderit ju.